Përshëndetje të gjithëve, zyrtar, drejtues dhe përfaqësues të medjave, siç jeni njoftuar, sot do të hedhim shortin e turit gjysmë final të Kupës së Shqipërisë për edicionin 2022-2023. Sikurse dihet tashmë janë 4 skuadra. Vllaznia, që është edhe fituese e Kupës së Shqipërisë të edicionit kaluar, Tirana, Teuta dhe Egnatia. Këtu në krah tim është shefi i departamentit garave, Mariu Selemani, i cili do të asistoj bashkë me mua në procesin e hedhjes së shortit. Kemi përgatitur disa klipe për të 4 skuadrat pjesëmarrëse. Fillojmë me ekipin fitues që është aktualisht Vllaznia. Siç e dini, Vllaznia gjatë historisë së saj ka fituar këto trofe 8 herë. Ju ftoj të ndjekim klipin për ekipin e Vllaznisë. Siç e dini, Tirana është 16 herë fituese e Kupës së Shqipërisë. Kupën e fundit të Shqipërisë e ka fituar në edicionin 2016-2017. Ju ftojmë të ndjekim klipin si ka ardhur Tirana deri në këtë moment. Trofe ka qenë në vitin 2020 në finalin ndaj ekipit të Tiranës. Ju ftoj të ndjekim klipin. Tani do të fillojmë me procesin e hedhjes së shortit. Siç e tham, do të hedhim në vazhdo të 4 ekipet pjesëmarrëse dhe gobla e parë që do të tërhiqet do të jetë ekipi i parë, i cili do të luajë ndeshjen e parë në fushën e tij. Atëherë, ekipi i Vllaznisë. Tirana. Ndeshjet e para luhen me datën 26 prill. Teuta. Do të kishin dëshirë të vinte dikush nga salla për të hequr goglat? Përzi.
parë Vllaznia. Vllaznia në ndeshjet me Eknatin. Vllaznia Eknatia në datën 26 prill ndeshja e parë. Tirana. Për procedurë Dhe Teuta. Sikur se e dini, ndeshja e parë e përsërita është në datën 26 prill, ndeshja e kthimit është në datën 10 maj dhe finalja datë 1 qershor. 1 qershor në stadiumin e Erbenja. Atë ju urojmë sukses e gjithë ekipeve dhe faleminderit për pjesëmarrjen.